Me kujtime që koha nuk i ka zbehur, Shaban Zeneli ndan përjetimet e tij nga periudha e luftës, në një dëshmi që flet për qëndresën dhe sakrificën e djemve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Unë jam shumë e nderuar që sot kam përballë veteranin e UÇK-s, Shaban Zeneli. Shaban, mirë se erdhe, faleminderit që pranove me nda sot rrëfimin tënd me neve. Faleminderit, është imja. Atëherë, po ja nisëm prej fillimit. Qysh vendose me u kyç në UÇK, çfarë moshe e kon, pse? Faleminderit që keni ardhur. Po vazhdoj, na dhe si fshat jemi kon pe 1921 që në vranë fshatit tonë gjarë të 4. Po. Gjarë të njën fshatit e të nkon 3 musafirë. Edhe pe atëshit kemi fillu na me pas një orejti, po kemi fillu një orejti ndaj tyne. Kemi ardhë, ashtu të mundu kemi shku në shkollë, kemi kry shkolla, po kemi fillu, në natë e tretën, kemi pas një konflikt, kur Sadre Zeneli u taku me ta, edhe kanë fillu me arrestu, s'ka pranu me arrestu, edhe kanë dalë fshati. Edhe pe atëshit, fshati ka dhënë roje dhe ka marru pika statike dhe gjithë fshati ka dhënë roje në këto. Ka fillu me u përgadit ashtu. Nesën e tyne, fillu edhe me maqina, kush kesh maqina trona, diçka me bloku rrugë, derisa qohet fshati të merë mobilizimin për mes melon me hin fshat në atë kohë. Agim Zeneli, djali Astim e kishte bager dhe kamion që punejke me maqina trona, po edhe vllau Avdyli punejke me to. Edhe ata u përcaktu me dalë me bloku kër nëse shohen të ardhë, derisa të morim na dalim gjithë fshatin. Edhe ashtu filloj shkoj deri sa në atë shtatën fillojnë Naser Brahimi dëshmor tash. Bisedum në vete edhe më tregoj se do të kyçem në shtrimtor. Edhe ai shkoni kyçën. Edhe bisedumun edhe ai. Shkum zbashtu edhe ai, edhe kryjm një aksion. Pa ditë Pa u bo pjesë, pa u konsultu me kërkan. Edhe shka ishë interesant, unë e njësha familjarisht atë njeri. Edhe më thot, ta shkojmë të krymë, thëmë, po atët unë i kesha i push, do të orë më të vogla, dhe pëthëm përshojmë në të shpia. Tha, jo, i kja mund. Ku nala, thasht, nuk i mundësimi i blesë, unë e njësha familjarisht. Ka i more. Po, ka i more. Ka u këthim rusë më të rëgaj. Kështu tha jemi. Edhe më ka dhe që shkojnë grupet. Do të më shku me 3. Unë të pedim po grupet mas te, nuk kom qef me asun me dit as ti me konë jemon, po mesin e ty në besimin që e kesh me mund për lahim të rëgaj. Edhe bisedu më në shkoha, bisedova me Agim Zenelin edhe me një hera e pranej ato dhe u taku mi pajesim me arme dhe fillu mi po grupet tona. Po grupet tona na i bom me vlazni tona atër. Unë shkova u kyqem atër më arbënorin, e murëm Avdylin, vlaun, Ganin, edhe u kyqem ashtu si me mirë besim. Edhe fillum luft, fillum ashtu disa aksione, derisa u bo më sulmu se ja filloj morë se luftës më dalë hapër. Edhe fillum. Deri në atë kohën se e bon një takim, edhe në fillum dikon në datën 13, më zgabov, shanë maj, e bon përse Agim Zeneli me ushtarë, me grupën e vetë, me shku në shatin këpoz, me bon një vijë, ku mundën me pas qase matë lira, edhe Drenica, edhe Pashtriku, edhe Malisheva, për me pas qase me neve, për më morë më armë, edhe ish luftime shumë nga se fshati këpoz edhe fshati Dollov, ku ish fshati ku kish Serb, asë një fshat se kanë mes. Veç ishim shumë afer. Edhe fillum në atë, kura kemi majtë dikon ma shumë se 6 muj dhenë me luftime, por çdo ditë kish luftime. Ku shkum në atë fshat, besën në kanë përkraj fshat shumë, edhe gjithë fshati hinë u kyçën në UÇK, edhe u bon në ushtarë të Agim Zenelit. Edhe në përkranë edhe me sen edhe me financa, po edhe si fshat ku kishim nevojë na, jos na kanë thonë. Po. Edhe fillum deri kanë ardhur gati me ushqime. Me gjithçka. Edhe deri në fund me neve pat ndame në fshat, se s'muna me jap me emën, po gjithë fshati ju konë luftëtar të mirë, edhe kanë luftu zbashtë me neve. Edhe fillum deri sa mas dikon me 24-25 në sërmuna me helikopter. Qaq u bon
Sa jeni konë qatë zonë? Po. Sish masi kem shku mas një kohë, në sulmunë me helikopter. Edhe në pikën e që sish komandon Myrë Zeneli. Mes aty ku ish në atë gryk e murë me mbrojt agimi, na ishim një pikë tjetër, po erdhe dhe Naser Brahimi. Gjithë tratë që përmend një dëshmorë. Po, lemti. Edhe fillun me gjujt, se e hini për një farë gryk edhe agimi përdoj edhe mortaj ndaj sena, po edhe me një farë, me nekmon petic, një farë me fëshak pak matë maj se ato, edhe gjujtën. Mirë të gjujtë e për një nëson, agimin prej meset e ra me gjujt, edhe ajo dul të usil të gjujt tim, edhe dul për miku e pa mna. Edhe atër, Naseri është të Gulinovi, edhe gjujtë edhe Naseri me Gulinov. Kanë gjujtë gjithushtartë, po këto armë që kanë mujtë me dëmtu, jenë qëtyre treve. Po, tre dëshmorëve që e kemë pa me sy tonë kur urzu i helikopteri. Edhe këto a thëmë e kanë arrit modhe se ka fillu lufta dhe Kamerun, nësë ke mujtë me urzu i helikopter përveç që ajo është që urzu. Që ajo është rasti vetëm. Rasti vetëm që u bon këtë. Edhe një kohë gatë në ka shkusht, domthon në mujnë në gusht, në ofenziva gushti, 2 gushti, agimit i vdeq baba. O gjem. Edhe erdhe në thanë ata, kemë një lem kesh, kështu edhe a i tha mirë, përshkoj tha unë edhe, i tha shko të unë që në dhe bështëm do pike, se për që me nësur mu, se i shishim që gjitha u merë ofenziva gushtit, e shështu. I thamë shko të e unë më arbënojnë për rije për caktojmë to. Edhe tha jo, unë përshkoj për më zvanoj hajde edhe jo, tha se duhet me bo ceremonin për vënimin. Nëse i caktum në ato, që ka keshëm edhe fillu mu këthujme, në kohë këthujmë, tha është obligim me ju qut gjendë dhe gjevap, është ofenzivë bre, agim, tha jo, obligim, më shku, tha me qut gjevap, tha edhe me shku filta, notën, shka një lejmëni dojtë e babës, se dojtë e babës, si të mitësit ati në zhinë vend, edhe kem shku, ka kem mujtë, kem shkep gjevap, këthena une, me në gjestë të u këthuj isha me arbënorin, në kërë. Të u këthuj, pesha që shka këtë shumë luft të modhe, shumë timi malë ka këpuzjeti. Edhe fillaj unë me shku, u bone pak se, erdha guta edhe erdha në shpia, tha shka ka bot, se unë përshkaj se qështë është të puna. Thani, ja, u shku laha, agimi u shku atje. Tha në të kimenet me vëros, thash ja, kam pas kanë gjendë që vërosin, unë përshkaj. Edhe shkova dhona atje, i tham la, se la kemi thirë, po agimi u shtaj. I tham agim, këthau, shko në vërës e babës e na për ringë puz. Për moj merë është arbënori, kishim puzin shumë djemë mirë, shumë lëdhëtarë të fort, kishim edhe doni pa në aty që ishin me neve edhe këthau, thash. Tha, ja kur. Unë thejnë tha, baba tha, mune o dekë, duhet me vërosët tha, më në vrane e ushtarë, mu mjetë pikë, tha. Edhe nejtë me neve. E kemi majtë një këtë gatë, deri në ofenzive në shtatorit është plagosaj. Plagos rana të reagimi. Edhe u këthym në pika në të. Erdhë koha në bo luft deri sa u nisëm për se u vrahë se met janar, u nisën janar për më shku me mora armë Shqipni, se u sësën edhe në sësë pak municioni. Për furnizim. Për furnizim. E atje ranë për itë dhe ranë dëshmore dhe vdes në tje. Tani u këthym në pozicionit tona pak të mërzidun edhe të më thonë gjgënim pak edhe ra pak morali. Po pikën që e keshim në këtu të shkolla, unë përcaktova më dhesh pikën edhe më mlova që komandant i kompanis edhe komandant i asaj pike. Me të njëjtë të shtarë që i ka pas agimi. Edhe fillum luftimet shumë shpeshta. U shike e formu brigadën me urën komandantit zonës, e bom brigadën për Luk Braunit në emën të Agim Zanelit. Edhe unë dom na, Avdyli vlau, shka i zavendës komandant atje, i dom disa ushtarë të një domet në këtu do atje dhe bom. Bëj që luftime për ditë. Kjo praga që është këtu tash. Qëtu? Sërmaj ke për çdo ditë në 5 mëngjesit, filloj ke gjujket pikat e mija dhe filloj ke sheke mbregut ka pej në poles në Glezjan, kësëreq që sërmej edhe pikën ku ish vlau me brigadat atë vetëm. Edhe bisedovë me komandantin e zonës, me Ramushin, edhe thëtë po, nëse mëni me bo, banë e shtene një minën edhe mushë minalë.
shkum bisedum në dha Brahim Selmoni, i kesh pas në aty dhe në dha paesëm, shkumu në Arbnori, Sadri Hoxha, shumë shok, për me mundu qatë minë, me bloku, nëse po levizje. Ku shku me gjetëm aty, i kesh pashti dikush, po jo adekuat ku në zanë qatur, Ka kalon. ka kalën po pak më ngusht, atëra e ka leke për 2 qosh, nuk e preke, edhe me dash dhe nuk me keme, edhe nuk preke më këthymna, edhe i thamë kështu, tha, pëse se keni hek, po i thamë dashtë me tërgu, tha, ja shka hekne. Rekull, unë nisëm na me shkut natën e dytë, luftun në sulmun, në atë natën, serbë shka s'ka ndodhë kur, është të jesë bis në sulmej natën atë natë. Edhe u kthejmë në apjatet, kur viju në këtë në lagje, i thamë Arbnorit, bjerë trup shkoj api alarm ushtarëve, se unë përshkoj drejt në pika, se atje u vejke lufta. Emi shku, më të thonë drejt në ashta 20 minuta, kemi bo luft, ushtarë Lahia, dim në ka ardhë, me një djalli e Ramunit, em nuk e di, po e di që pseudonimin e ka varusha. Dhe unë tash sotër gjallë, po thirë halo, adem në qatë pseudonim, edhe kemi luftu deri në mëngjes. Po nuk kanë mujtë me mor pika tona, i kemi këthy mas. Po jënë tërhekin shku mas. Edhe natën e dytë atë imi shku apet me të njëjtën, se që natën e pas mojtëm se në tha gjeneral kjore mushim me shku komandon të zonës, shku natën e dytë, e rregullume edhe në gjithë më e 5 mëngjesit ra. Edhe sot është si dëshmi këto të na. Po, atër kanë fillu luftimet, se gjitha vendet, por çdo ditë ishtë në luftime, derisa me shku gatë për të tregoj datën tjetër, kur është dita qërimit tonë. Thiri komandonti i zonës edhe tha, Ramush e tha me sëlmu ditën sot, se na veç kur u plagosën e muën fshatin këto të ditë, edhe tha me sëlmu fshatin. Edhe ditën tha. Po çdo më promi na sulmojshim, me kryshim aksione, po jo me dyshush ditën na vdak, po unë tinën edhe e zbatum. Edhe kem fillu ditën, kem sëlmu për gjitha honëve. Kanë fillu serbë më tërhek, po nuk ishin asë një mundësi që gjitha rrugët ishin blokune me sulm, kanë fillu mas, ku isha unë me pika një farë gryke, rrugë e ara, që shkojnë me punu shatarë, të konë uje, në qatë rrugë kanë hi. Edhe në ardhen hi në gryku, ku s'kishin ka më shku, se na ishin për 2 onëve në nelt, edhe gjyshim në dretim tyne, edhe që shkën dalë, që kanë dalë, po na kemë arrit atë ditë me omor, edhe ditë shtërimi që u bon, që e ke shtëru me push, ke punë, edhe kemë arrit me omor një 9 mjete. Ja ku morë dhe kje në spitalit, ke morë kamiona, ke morë një nivë, edhe shumë se në tjerë, po 9 mjete ditë i kemi morë serbe. Ditën që është liru Jablanica. Tash, se po i përmend, kemi luftu, po s'pëndalje shkurt e luftimet taman atë. Çka kujton? Cilat janë konë ashtë ato momentet më të rënda që kanë ndodhur gjatë luftimeve? A ke qenë prezent në ashtë ndranjën e nëj shokut? Po. është rasti kur është vra Naseri vron pika bashkojmë kona në përgjes. Edhe Naseri është ardha ditë në dim të na, se kënë luftimet moja dhe kanë ardhë Naseri, Lahia, kanë ardhë disa, po tash me përmenem, bës për ka bëjt dikon, edhe në mëste, po këta dy e di që... Jënë kanë sigurt, po. Edhe në ka ardhë një lajmë që na sulmun, u konë edhe kë Avdis Mojli, u konë ushtarë të unë, u konë komandën Togo, edhe ushtarë një lajmë, thot, ju kanë hi, u thirë ka mërizë dhe pensë, një farpike, ku ishë magë, ju kanë ish kjetë komë, ka i vinë për masë. Edhe e bom domen, Lahia tha, unë e për marë Arbnojën në Naserin, Avdia, disa, tha, për shkojmë ti, moj pika për ki për balë, me ushtarë tut. Edhe i një, mas një, u po lëftim gjithë ditën a ditë, po mas 2 orëve, Naseri u këthy. Të une. Edhe tash pëse, shko bu Naser, tha, erdha, po kom qefë, tha, më konë nga te jetën e erdë. Edhe, lakmejken Golinov shumë, unë më Golinov për në isha vetë, po jo në Rafal, dhe mo ishëm ka 2-3, edhe për shkak se snajperistë të lipshin shumë Golinovin, po edhe fikshek nuk ishim na për me pas në Rafal, me mojtë në stop, bishkush ishim që ka levizë më afer, ku mundë me arrit qëllim për diçka. Edhe ardhë më ka hap snajperën, tha këqër me snajperë poshtë, se kësh pasin snajperën dorë, tha ma mu Golinovin. E ka morë, ka qitë në bukur si shpesh në Rafal, edhe më këthy më shku mi thonë se, me sëqetë shumë adin, në të intervalli shma morë plumi.
në serin. Edhe morë punumi kur këthy kanë, më ka po mu që e kom shyrë, kom sy, e kanë zerë kodetën në volën më numin shumë drojë ma këtë shyrë në Rabam. Edhe kom thira të një në deli dhe në ardhë o këthy dhe Lahia, është ardhë në Azmija, në ardhë bukur të shokë, edhe e kanë morë për atyjit për më shku me vërosë. Konaron ajo. Tash, kur keni përjetu raste tilla, ka e keni marrë vullnetin me vazhdo tutje, nashta të e ditë që vullneti o konë të në në herë. fat e tillë ka mujt me u prit për det se celen. Unë kom një ushtarë që më kanë thonë edhe ushtarë të mitë, për thëmë që në konë shumë ushtarë të fort, edhe sot burna me ta, i kom një të thonë që ku me morë me dekë. I thësha, shka po të më nënë, burë, pse për jepë, ku me morë të kemë me dekë për këtë vend, është nësi për neve me dekë për këtë vend, e kanë pedata, ato e kanë full shumë herë, edhe unë sot kër isha sot në burna me ta, se ka tashën në pozicionin shumë të lartë edhe ata, po unë burna këtë isha dhe jem krenar me ta. Tash, kur të kthehesh me kujtu krejt periudhën prej fillimit deri në fund, cilat janë ato vështirësitë më të mëdha që jeni përballë, jo si brigadë, nashta edhe mungesa armatimit ose krahasimisht me serbët që jeni konë? Për neve konë pak ma letë se Agim Zeneli konë organizator i udhëtime për Shqipëri shumë shpesh. Kështu që. Edhe ka ndodhë me shkue shumë herë. Na kemi shku edhe bashkë kemi bërë rrugë edhe kur kemi punu me Moska. Pa hop luft. Na kemi bërë edhe në atë shtatën kemi shku me morarën bashkë. Edhe maso bërë luft se për me bërë të armët, Agimi ka ndodhë me shku në Shqipëri, me armë promit, me gjithë gjendë të i prit, me hangë darkë më njësë dëtë. Qatë në notë, u njësë edhe një herë. Po, ka shku edhe një herë. Edhe kemi mu udhëtime bashkë, po ka njerë nuk më shimë në me udhëtu gjithë me ta. Udhëtimin e para kom bëhone, jo më ardhë, u njësë e më shku zitë, u shku Arpnori. Djali ajës, kur ka mujtë, kur shike se s'këmundët Arpnori, shku Gania. Ju në shku gjithë Avdyli, ju në shku gjithë se ajo të në herët po edhe dikush me përshëqërim. Po, me përshëqërim, po, s'kem pas problem shumë bërëm, se konë udhëtimin e ka bo ajo, konë përgjes për udhëtimin dhe ka kryja ato. Nuk e kem pas, për orë nuk kemi bo shumë, nuk kemi pas shumë problem. Atëherë, nëse ti s'ki diçka, nuk po do as me të ngarku, se unë e di që ka shumë përjetime që ka njerëzit zgjedhën edhe mos mi thonë, po nëse s'ki diçka me të shtu, unë veç po të falenderoj shumë. Falenderit e për juve. Respekt për krejt që keni bo në atë ko, edhe... Falenderit shumë. Ku më nu mira ma shkurt, edhe me të thonë me të asi, që në vynë neve, që më posë që me të drëguje që kjo. Faleminderit shumë, ishte ndërë dhe knaqësi. Faleminderit shumë për juve, faleminderit shumë për gjithët. Miqtë të dashur, ne jemi në episodin tjetër, gjithë të mirat.